Më thonë këta kur s'kishin mujtë me bo ashtar dhe i kryeministri time për Rusi send malë, po unë e kom bëhet punë. Ja fillu edhe me kajt për një grosht vota, nuk bëhet kjo për vota. Kjo e ka nënshkru me shtil Lumbardhin në gypa qysh e ka bëhet Deçani. Adje në hapësirën e Parkut Nacional kjo s'ka pas drejt asë marrë me atë punë hiç, asë është meritë e ti hiç ajo. Kjo është kotë, mos të harrojmë flirtimet e ti të vazhdueshme me patriarkun Profertja. Ta im shep takoj natën mlumë me qebe, në gjipa të zi, punën më të madhe që e kom bo, është që e kom dalë Lumbardhin mos me shtin gypa, a i zotnia e ka aprovu, këta tjerë që në konë gatshë me bo atë punë, edhe dyta punë me madhe që këta s'munden me imaginu, është ndërtimi i impjantit për trajtimin e ujrave të zeza, është 23 milion euro investim. Më thonë këta kur s'kishin mujtë me bo ashtar dhe i kryeministri time për Rusi send malë, po unë e kom bëhet punë. Une. Ale. Gjithmonë që shumë vjetë, që 12 vjetë, o keq përdor kjo punë. E ka pos mundësinë o konë kryetar komune edhe ka keq përdor këtë punë, tu e proklamu gjithka. Po s'jon këto të vërteta asnjëherë. Qëni që ka bo, e ka nënshkru Parku Nacional, edhe ka morë në qafë krejt banor të Rrugovës, tu ju thirë në qëto. Që është një diçka jashtëzakonisht e keqe. Nuk duhet ashtu, me mashtru njerëz, me ja fillu edhe me kajt për një grosht vota, nuk bëhet kjo për vota. Kjo është liz që ka bo qeveria, e sende tjera, dhe më thonë kjo e din. Kjo e ka nënshkru me shtil Lumbardhin në gypa qysh e ka bo Deçani. Dhe më thonë kush do që e shek Lumbardhin e Deçanit, duhet më ardhë në peja dhe me thonë kryetar, je legendar se kelon diçka të keqe mi ndodhë këti vendi. E kelon Parkun Nacional që është një keqe madhe për krejt banor të Deçanit, të Istogut, e kelon për pejen. Rrugova sot nuk mund të funksionojë mirë ashtu që duhet për shkak një nënshkrimi tonë. Është të rëndësishme jeta po e përsëris debatin për histori, lutem bëjeni një emision të veçantë, kryetari njëjtë që është po fol për implante. Ka premtuar implantin e Kuqishtës, implantin e Trstenikut, implantin e Krushecit, kur gjë s'ka bu. Madje në hapësirën e Parkut Nacional kjo s'ka pas drejt asë marrë me atë punë hiç, asë është meritë e ti hiç ajo. Kjo është kotë, kjo po folë për qytetarët laik atje, po qytetarët e dinta, është vedia qytetare, mendoj që ka nivel tjetër dhe nuk munden me vazhdu mashtrimin pas 12 vjetëve të njëjtë atë fjalë. Impjantin për trajtimin e ujrave të zeza në Kryshec që jemi tu e përfundu, ndërsa këto 3 tjera të është mendu se një qeveri e përgjithshme ka me da bugjet. Kjo qeveri e këtyne nga ka fut edhe në sanksione, edhe nuk po mundet më mbyll deponia e mbeturinave në Sverk, sepse qeveria e këtij zotnis e ka shti vendin që 3 vjetë në sanksione. 12 milion euro i kemi hup për impjantin në Sverk dhe 3 milion euro për shkollën Kliqin. Dhe më thonë, këtë janë rezultat i një politiket pa përgjeshme të qeverisë tyne, në cilën është dënuar edhe komuna e Pejës. Dhe më thonë, ja 15 milion euro janë dëmë. Pasioni i kryetarit aktual, shumë mirë që kryetari shkum të qytetit Pejës është me u marrë me nivelin nacional. Kur jemi të nivelin nacional, mos të harrojmë flirtimet e ti të vazhdueshme me patriarkun Profertja, i cili ka ardhur në Pejë edhe veç kjo e ka prit për zyrtarëve, edhe pse qeveria e Kosovës e ka ndaluar, veç kjo e ka prit. Ky si zot shtëpie në komunën e Pejës, o do është marrë në qeveri me projekte konkrete. Unë në Ministrinë e Arsimit kam qenë që 3 vite e gjys, asnjëherë nuk ka ardhur me një projekt konkret, asnjëherë të vetme. Tash ç'a mundem me bëu, çato që e thash fillim, me drejtu gishtin te një fajtor tjetër edhe asnjëherë të vetja. Jeta unë patriarkin e kom prit se kom detyrë zyrtare si kryetari i komunës, në pikë ditës edhe kom dalë në foto. Këta im shep takoj natën mlumë me qebe, në gjipa të zi edhe në teritore që s'jon mu taku se kanë detyrë zyrtare.